që t'ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e verës. Dhe siç e do tradita, doja që të bëj ballokumet. Por duke qenë se sot është edhe dita vetë që duhem bërë, thash okay, duhet i bëj me patjetër. Shkova në supermarket, mora gjëra që më duheshin, edhe pse kështu e lodhur, do mundohem që t'i bëj dhe shpresoj që të më dalin të mira. Ishte shumë vështirë që të gjeja miell mistri. Nuk e mendoja se këtu në Gjermani do ishte kaq shumë vështirë për të gjetur miellin e mistrit. Kam shkuar në 3 supermarkete, shkova tek Penny, nuk e gjeta, nuk ekzistonte fare. Shkova te Vazgau, edhe aty nuk ishte fare dhe mundësia e fundit që mendova unë ishte Reve. Tek seksioni i miellave nuk ishte, kontrollova shumë mirë, erdhi edhe një nga ato punëtorët e Reves edhe nuk ishte dhe pastaj në momentin që do ikja ajo tha që okay, prit pak sepse do pyesni nga kolegët dhe në moment të fundit më kanë orientuar tek sektori i turkut, është një sektor i vogël aty tek Reve dhe aty më në fund gjeta miellin e famshëm të mistrit që nuk lash më vend për ta gjetur. Tani do ju bëj një supermarket të vogël të gjërave që mora sot, janë thjesht gjëra që më duheshin për së shpejti sepse ushqimet në fakt i mora dje dhe do vendosim edhe këto tulipanat në ujë sepse mora edhe një pako me tulipana. Mora vezë sepse më duhen edhe për ballokumet. Mora një nga këto sepse i kam shumë qejf, madje ja përdor edhe anjës. Mora një nga këto biskotat kështu, janë 2 extra large në fakt, por që ishin me ofertë e Penny. Unë kam sheqer, po thash okay, ta kem aty se ndoshta do më duhet. Mora këtë këtu dhe gjërat e fundit është gjalpi që do na duhet shumë për ballokumet dhe mora edhe një oriz që ta bëj nesër, kam menduar ta bëj nesër ose edhe sot ndoshta bëjmë në një tavë me mishqingji me oriz, por që ta shohim sepse si fillim duhet të bëjmë ballokumet. Kryesore që do na duhen janë këto gjalpi, vezët, mielli dhe sheqeri, por ndërkohë po mendoj që ta bëj dhe me sheqer pluhur, sepse receta që kam parë unë është me sheqer pluhur dhe duke qenë se unë nuk e kam atë rrafsën, po mendoj më mirë ta bëj me atë sepse ndoshta bëhet më shpejt. Por ndërkohë ajo thoshte që nuk ka problem, mund ta bëjmë edhe me sheqer normal. Tani kjo si fillim thot që më duhet të shkryj gjalpin edhe pastaj gjalpin e shkryr ta bashkoj me sheqerin. Kështu që në fillim do shkryj te kjo gjëja këtu, gjalpin, dhe pastaj do vazhdoj me përzierjen. Wanna leave
nuk xhirova më sepse nuk është e pata shumë kohë me thënë të drejtën, se pastaj pas ballokumeve bëra darkën, hëngrëm darkën, anja në gjumë dhe gjëra të tilla, sepse anja nuk ishte fitur edhe dhe kopshti dhe e zuri gjumi goxha shpejt, por ndërkohë përpara se ta zër gjumi grinte të pak, kështu që nuk pata akoma që të xhiroj. Për sa përket ballokumeve, më dolën goxha të mira. Në fakt, në krahasim me ballokumet që kam bërë në Shqipëri, më kanë dalë më të mira, por besoj se arsyeja është fakti që unë e kam bërë me gjalpë dhe me vezë fshati, kurse këtu duke qenë se mendova që t'i bëj në moment të fundit dhe nuk kisha kohë që të shkoja t'i merja fshati, përdora vetëm ato të supermarketit dhe prandaj nuk jap pikët maksimale, por që kishin dalë goxha të shishme edhe e hoqëm goxha mallin e ballokumeve. Sot është ditë e shtunë, unë shkova në Flowmarkt, nuk filmova në fillim se sa u bëm ne gati, bëra gati anjën, ikëm, në fakt ishim goxha me vonesë, domethënë po vinte gati ora 10 edhe duke qenë se edhe vonohesh pak sepse është pak larg, nuk filmova, domethënë nuk pata kohë, mora vetëm disa skena aty, por ndërkohë ishte shumë ftohtë, edhe në fakt mua më ka filluar koka që mbram edhe nuk më ka lëshuar edhe sot, prandaj mund të më shihni edhe pak, kështu që nuk është se jam shumë në humor. Nuk ndenjem shumë në Flowmarkt, por edhe nuk ishin ardhur shumë sepse bënte me vërtet shumë ftohtë. Unë mora vetëm diçka, mora një këmish të HM-s, është në ngjyrën limoni që ka dalë tani, siç ka marrë kostumin e HM-s. Edhe duke qenë se kam parë goxha kombinime që e kombinojnë shumë tani të verdhën me gri, thashë okay, po e marr që ta ke për kombinime, po është material shumë i mirë. Ishte masa 40, por që unë dua në fakt që të më rri pak oversize, megjithëse nuk e kam provuar akoma, por që edhe pse është masa 40, më super akoma sepse dua që të më rri pak oversize. E mora vetëm 2 euro, kështu që për 2 euro ja super vlen, edhe ka material shumë të mirë. Unë në fakt nuk është se jam shumë te këto fast fashion, sidomos te pjesa e ngjyrave, dhe nuk është se luaj shumë ngjyra, sepse janë thjesht sezonale, do t'i blejmë edhe pastaj thjesht i bie do t'i mbajmë në dollap, edhe gjithmonë zgjedh të marr ngjyrat neutrale, por që këtë herë, duke qenë se ishte vetëm 2 euro në gjendje shumë të mirë, thash okay, po e marr për kombinime, edhe pastaj nëse bëj një foto mund ta nxjerr edhe në Vinted që të bëj edhe në një gocë tjetër kombinime për këtë sezon, meqense na ka dalë edhe ngjyra limoni ose ngjyra e verdhë këtë vit trend. Kaq mora, në orën 1 kemi Flowmarket, është Kinder Flowmarket, pra është për fëmijë. Do shkoj sepse më duhet të gjej disa gjëra për Anjën, më duhet më shumë për Uncopers. Duke qenë se po vjen pranvera tani, më duhet që t'i nderoj ato house shoot, ja marr pak jo ashtë të trasha sa ja ka marrë radhën e parë, duhet që t'i marrë gjithashtu ato kominoshet në momentin që dalin në natyrë, t'ja marrë pak më të holla edhe ato, kështu që duke qenë se ndrohet edhe sezoni. Tani ora në fakt është 12:20, nuk është se kam shumë kohë, sepse në orën 1 fillon, duhet bëhemi gati që të shkojmë, t'jemi edhe pak para aty.
është shumë ftohtë. Hajde mama, merë kukullën. Merë, e dikëm të babi. Ikim. Po, i merë do të kafën di? Okej. Hajde. Ikim. Të xhiruar që në momentin që ka marrë kamerën është 0 dhe nëse jeni duke pyetur vetëm pse, jo se nuk ka motivim, por pjesa e kamerës, të cilës më duket sikur nuk po ja marr dot dorën, edhe plus problemi më i madh është që mua nuk më pëlqejnë ngjyrat. Deri javën e kaluar nuk më pëlqente pjesa e fokusit, por më duket sikur këtë javë e kam rregulluar edhe më duket sikur është më mirë, domethënë jam duke folur më shumë për pjesën prapa që sikur nuk e fokusonte mirë, por tani më duket sikur e bën më mirë. Problemi nuk qëndron te kamera, sepse me sa kam parë unë e tregoj një kamerë shumë të mirë, por problemi qëndron tek unë që nuk është se marr vesh nga kamerat. Dhe problemi më i madh akoma qëndron te fakti që mua nuk më pëlqen fare tek pjesa e ngjyrave, të paktën fytyrën time e tregon shumë të zbehtë dhe mua nuk më pëlqen ky fakt. Të paktën kur xhiroja me telefon, ngjyrat i kishte më të çelta, më me gjallëri, kurse këtu nuk më pëlqejnë shumë. Megjithatë do mundohem që të shoh akoma më shumë video dhe shpresoj që ta rregulloj edhe këtë pjesë, sepse duke qenë se jam marrë me kamerën, edhe pjesa e baterisë nuk i mban fare. Po sa filloj të filmoj, do më ndodh diçka aty edhe pastaj stepem edhe e lë fare, nuk xhiroj. Në momentin që do ndes kamerën, e sigurt ose do fiket bateria ose nuk do më pëlqej diçka, do merrem me të edhe pastaj më ikën gjithë dita. Filloj pastaj me punët edhe prandaj nuk është se kam xhiruar shumë, thjesht xhiroj për momentin, e shoh që diçka nuk shkon edhe e stopoj aty. Nejse, tani besoj do jemi drejt fundit. Kjo është dita e fundit që unë do bëj vlog. Këtu jam për të treguar gjërat që gjeta tek Kinder Flowmarkt, sepse dje që shkuam në Wiesbaden nuk gjetëm gjë dhe nuk më pëlqeu gjë, mori vetëm Anja një kukull edhe ikëm. Siç e pat pastaj shkuam edhe tek parku, por duke qenë se ishte pak ftohtë nuk ndonjem shumë. Ishte shumë ftohtë edhe fryte një herë shumë e ftohtë edhe ikëm shpejt, pastaj erdhëm në shtëpi. Fjetën pak gjumë, u mora me punët, me darkën edhe gjërat të tilla. Tani jam këtu për t'ju treguar gjërat që gjeta të shtunën, pra kur isha te Kinder Flowmarkt. Përveç këtyre gjeta edhe disa lodra për Anjën, i mora një kuti me gjërat e mjekësisë. Anja e ka një set mjekësie, por e ka plastik, edhe ai seti që gjeta atje ishte me dru, kishte gjilpër, termometër, kishte përparsën e doktorit, ishte shumë i bukur, kishte më shumë gjëra se sa ato të plastikës që i ka marrë unë Anjës, po plus ishte edhe super lirë 3 euro, edhe pastaj fakti që janë ndru është më mirë akoma, sepse plastika është e fortë edhe nuk është shumë e rehatshme për të luajtur. Përveç atyre i mora ngjyra, i mora libër, i mora edhe një kukull tjetër, ishte një kukull shumë e madhe. Ama ato nuk do t'i tregoj sepse i ka përhapur edhe nuk e dia do t'i gjej dot ku i ka çuar. Tani kam këtu gjërat që mora 2-3 gjëra, nuk është se ka marrë shumë, por që le t'i tregojmë. Të martën e kaluar ne shkuam tek gjimnastika, pra Anja ka filluar gjimnastikën. Ishte hera e parë në fakt atë ditë që shkuam. Anjës i pëlqeu shumë, kështu që do ta vazhdojmë. Duke qenë se aty ishin pak të rrëshqitshme ato gjërat që hipte, zbriste edhe kështu, duheshin këto pupat që këtu i përdorin ka stile për gjimnastik dhe i mora këto që janë me balerin edhe me xixa. Duke qenë se nuk ka diell, nuk duken shumë xixat, por që janë shumë të bukura, janë masa e saj dhe i mora për vetëm 1 euro. Unë gjithsesi doja merja, por që fakti që bëj Kinder Flowmarkt kisha bërë një listë të vogël të gjërat që më duheshin. Një nga gjërat e tjera që më duheshin dhe
që fati më i mirë shqyqyshja e gjeta, ishin këto këpucët që këtu quhen house shoe. Këto i kërkojnë shumë për të kopshti dhe të parat që unë i mora Anjës, se mora të reja. Por ato janë shumë të thrasha dhe duke qenë se tani po vjen pranë vera, thash ok, duhet i marr një palë të tjera që nuk janë shumë të thrasha dhe këto janë fix për atë punë. Hapen këtu dhe brenda janë pa push. Ndërsa ato të tjera që shtash e kanë me push dhe janë goxha të rehatshme. Diçka tjetër që i mora është ky fustani nga Tommy. Shikojni pak sa i bukur që është kështu i drejtë poshtë dhe po mendoj që t'ja vesh me një palë atlete, t'ja kap flokët kështu lart 2 pishtaleca ose 2 topusa të vegjël dhe besoj se do t'i shkoj shumë. Si masi bënte, në fakt edhe i rinte shumë bukur, mezi po pres si t'ja vesh nga një anë. Diçka tjetër që mora ishin një palë pantallona të drejta si tip lino, shumë të bukura ishin edhe ato, ndoshta do ju lënë një foto këtu, por që i kam vendosur në lavatrice dhe janë të lagta. Dhe gjëja e fundit që mora është ky seti nga Ralph Lauren, por që nuk është për Anjën, sepse është i vogël, është për 3 muajsh, po shikojni pak sa e bukur që është, ka pjesën e xhinseve dhe pjesën e bluzës, shikojni pak. Unë në fakt këto i mora me idenë për të shitur dhe i bëra foto, i nxora dhe direkt u shiten. Kështu që nëse po mendoni që të bëni lek, kjo është shenja juaj që nëse keni mundësi të shkoni nëpër Flowmark të gjeni gjëra që aq më mirë nëse janë firmë, sepse kur i merr gjërat që janë firmë lirë dhe pastaj i shet kjo më shumë leverdi, kështu që edhe kjo ishte një super blerje. Këto ishin edhe gjërat që unë mora në Flowmark dhe tani po mendoj që të filloj pak me punën e shtëpisë. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Injoroj një të pakën time kështu, por kam diku te 2-3 orë që vetëm bëj punët. Paka shumë kam mbaruar dhomën e gjumit edhe dhomën e pritjes, por që me pjesën e kuzhinës edhe me banjën do merrem nesër, sepse jam pushim edhe nesër. Tani do mundohem që të qetësohem pak, sepse Anjën e zuri gjumi. Do mundohem që të qetësohem, ndërkohë kam çuar edhe mishin që të ziej që të bëj darkën dhe ndërkohë do filloj që të editoj. Unë do e mbyll këtu këtë video, unë shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paqim!